Një familje 300 euro, tha kemi shpenzu për fishek zjarre, pëse tha më javë prish fëmijëve? Thash, po ku është bre logjika 300 euro për 10 minuta ose 15 sa kanë mbrimush? Tha, po parat e veta i kanë fëmijët. Do më thonë parat e shtesave që ju kanë dhënë fëmijëve për fund vet, kanë 100 euro, 3 fëmijët, 3 kanë 100, i kanë shpenzu për fishek zjarre. Ashtu është edhe një problem tjetër. Pse duhet më kanë parat fëmijëve? Aty janë parë për nevojat fëmijëve. Nuk jenë pare për mi menagju një fëmijë i vogël. 10, 12, se s'po guzoj me mendu që edhe fëmijë 8 vjeçar, një familje ja jep paret edhe i thot, këto janë shtesat e tua. Fëmija du të me kuptu që është pjesë e familjes, edhe brenda familjes ka përgjegjësi. Jo vetëm familja që ka përgjegjësi ndaj fëmijës, e ai me pas veç drejta, po ka edhe përgjegjësi ndaj familjes. Në këtë rast, parat që ju kanë dhënë janë për me i shpenzu për nevojat fëmijës. Për me ble, aj qka ka nevoj. Tash mundet me thonë dikush po nevoj ka edhe mu dëfry edhe mu knaqe edhe me hek fishek zjarre. Po mirë, për një kuti bumbit sa mundet mu kanë 2-3 euro. Ama 300 euro mi shpenzu fëmija edhe më ndej mas 3 dite me ta bani kërkes për me i ble diçka që me të vërtet ka nevoj, e ti tani mu një në konfuzion po ta blej s'po ta blej, do më thonë është diçka që unë menoj. Sidomos të kjo pikë, pavarësisht që s'është teme e diskutimit, fëmijëve më javlon 100 euro në kulet, veç mas adoleshentave, për mendimin tam, nëse qaj fëmijë të bën të lashe e probleme, e që regulohet, atërës është faj fëmijë, është faj jetë. Absolut.